Nevri, po e fillojmë atëherë me këto, cilat janë informacionet e fundit që kemi deri tash lidhur me këtë ngjarje që ka ndodhur në Koçan? Në fakt, dita gjeshme ishte një ditë mere për gjithë ne gazetarët, të cilët ishim vjenë parë të frontit dhe që raportonim nga spitali i Koçanit, ku shinim shumë familjarë në gjendje të rëndë, të cilët po prisnin informata për më të dashurit e tyre, për shkak se mosha rrjedhimisht ishte nga 14 deri në 25 vjeç që kishin qenë brenda diskotekës Puls, e cila u shkrumua nga zjarri mbrëmjen e kaluar. Në fakt, informatat e fundit që i kemi deri më tani është se 20 persona gjithsej janë thirrur për polici në të gjithë territorin e shtetit, ndërkaq që 10 prej tyre prokuroria ka kërkuar paraburgim, mes të cilave edhe një ish drejtori i qendrës për menaxhim me kriza dhe ish ministri i ekonomisë Kreshnik Bekteshi. Vlen të theksoj që kryeministri ka konfirmuar që licencën e diskotekës ka qenë një licencë falso, e cila është nënshkruar nga një ish sekretari i Ministrisë së Ekonomisë Çekiç Duraković. Durović ka nënshkruar këtë licencë, e cila sipas kryeministrit Hristijan Mickovski është një licencë falso, e cila i është dhënë klubit për të funksionuar. Por ajo që duhet diskutohet tani, kolega, është se si mundet një klub të funksionojë një vit me një licencë falso dhe askush nga ky territor, siç është kryetari i komunës apo edhe kryeshefi i policisë ose komandanti i stacionit policor në Koçan, të lajmëroj, sepse ky klub, nëse largohesh pak më larg dhe e sheh nga një distancë, shihet qartë se nuk i ngjan një klubi normal, por një fabrike, e cila ka funksionuar si fabrike qilimave më përpara, apo them ndryshe, ajo i ngjante një kasolle e cila fatkeqësisht mori jetën e 60 të rinjve në Koçan. Ishte shumë e rëndë situata atje dhe deri në këto momente fatkeqësisht po mundohet që të bëhet një lloj politike edhe me këtë rast, që është e patolerueshme me një tragjedi kaq të madhe të luajmë me ndjenja politike në këtë situatë të vështirë të njerëzve të cilët kanë humbur më të dashurit e tyre. Po, realisht a ka pasur shkelje të sigurisë, të rregullave nga kjo diskotekë atje, Nevri? E para kjo